Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falenderojmë Allahun azza wa jall, salavat dhe selamat e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allah azza wa jall e ka begatuar njeriu me begati pa numërta. Për këtyre begative, të cilën cila ka lidhje me temën që do të flas, është begatia e të folurit, të shprehurit. Allah azza wa jalla ka përmend këtë begati në Kur'an, e sidomos në fillim të surës Ar-Rahman, kur ka thënë Allah azza wa jalla në Kur'an, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. I gjithë mëshirshmi e ka mësuar njeriu ose njerëzve Kur'anin, e ka krijuar njeriu dhe ju ka mësuar njerëzve të folurit, të shprehurit. Pra është një begati e madhe të folurit edhe të shprehurit, sepse njeriu nëpërmjet të folurit komunikon me tjetrin, komunikon me njerëzit të ndryshëm, e shpreh ato që ka brenda, Kjo njëkohësisht kallëzon edhe për moralin e tij, por edhe për mendjen e tij. A keni pa disa njerëz janë të heshtur, edhe kur janë të heshtur ti mendon se është njeri i mençur. Mirë po kur të flet një fjalë, e vren që nuk pas ka qenë edhe aq i mençur, sepse vetë fjala e tij që e shpreh tregon për mendjen e tij, po njëkohësisht tregon edhe për moralin e tij. Për këtë arsye, sa i përket kësaj begatie të madhe, na kemi për detyrë Allahun azza wa jall me falendru. Me falendru Allahun azza wa jall për këtë nimet të madh. Këto mundë me vrejt për shembull, ose më na nxit me falendru Allahun azza wa jall kur të shohim ndonjë njeri i cili nuk flet, ose një njeri i cili ne ka kap paraliza dhe i ka humb të folurit. Edhe që aty njeri i tillë apo ai i cili është i afër me të, familjari i cili nuk e kupton dashka çka po flet, atëherë e din se çfarë nimeti të madh ndodhet ky njeri. Pra, për nimeteve të mëdha është të folurit, mirë po Allah azza wa jall kur ka folur për të folurit, për gjuhën, ka folur shumë, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na do ta trajtojmë një temë që ka të bëjë me një rregull kuranore, që ka përmend Allah azza wa jall në Kur'an, ka përmend në dy vende. Në një vend ka përmend në kontekst të beslidhjes, kontratës që Allah azza wa jall e ka bë me Beni Israilt. Në një ajet tjetër kuranor ka fol në përgjithësi. E kjo është fjala e Allahut azza wa jall: "Wa idh akhadna mithaqa bani Israila alla ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah." Allah azza wa jall ka thënë për këtë kur kemi marrë beslidhjen, kontratën, e kemi bërë kontratën me Bani Israil, që mos me adhuru ata që tërkanë përveç Allahut azza wa jall. Dhe pastaj ka përmendur aty gjëra të ndryshme të cilat janë urdhëresa që janë shpall pejgamberëve të ndryshëm në gjitha legjislacionet e tyre. Domethënë nuk është vetëm për Bani Israil, mirë po kjo shpallje, këto urna janë që gjenden në të gjitha legjislacionet e pejgamberëve të tjerë, edhe në legjislacionin tonë. Domethënë në urdhra të përgjithshëm. Në mesin e këtyre që ka thënë Allah azza wa jall, domethënë ka urdhëruar që mos me bëj ibadet tjetër kanë pas Allahut azza wa jall. E dyta, domethënë mos sill mirë ndaj prindve, ndaj të afërmve, ndaj të varfërve, ndaj jetimve. Dhe në fund, ose në mesin e kësaj ka thënë: "Wa qulu lin nasi husna." Njerëzve i thuni fjalë të mira. Çka është ai parimi kuranor që po do të trajtojmë me lejen e Allahut azza wa jall në këtë ligjërat, se ne të gjithë dimë këtë si teori, mirë po kemi nevojë me mas pari veten tonë me eduku, me kultivu më shumë, për arsye se njerëzit dallojnë sa përket fjalëve të mira që janë urdhëruar në këtë ajet, pa dhe në ajetin tjetër kuranor që do ta citoj, janë urdhëruar që njerëzit me fol fjalë të mira, njerëzit dallojnë. Nganjëherë edukata familjare, çush është eduku njeriu në familje, është eduku asoj që njerëzve mi fol fjalë të mira e mi nderu. Sidomos në kohën periudhën para luftës, unë e mbaj mend, domethënë kemi shku në Karastis shpeshherë në para disa fshatra të Drenicës. Domethënë që ditë që ti me djemë të ri, me fëmijët
të cilët të zbritëshe prej autobusit ose ecëshe në për fshat, në për katon, edhe u çuditshë për tyne, domethënë një falënderimi, respektimi për këtyne, që tregojnë për atë edukatin e tyne familjare. Kur nuk e thërshin dikon që i cili është më i vjetër në emën, po gjithmonë e nderojshin edhe gjithmonë domethënë përshëndetshin ata të parët. Kjo tregon domethënë për edukatën familjare. Tash kjo edukatë familjare ndoshta dallon për vend, për familjes, në familje, por kohët të fundit ndoshta ka nis edhe me uzbe. Për këtë arsye gjim, hala ka tradita të njerëzve që mbjellin aty në fëmijëve të tyre çush mos sill me njerëzit. Me thonë i gjonë të butë, i gjonë njerëzit që di më të respektua, di më të thonë fjalë të mira, edhe pse ndoshta nuk janë edhe aq fetar. Po çështë kanë atfar edukatën familjare të tyre. Mirë po, ky ajet kuranor i cili e përmban këtë moral, do të thonë ju fol njerëzve fjalë të mira, ka në formën urdhërore. Wa qulu lin-nasi husna. Ka në një kirajet tjetër wa qulu lin-nasi hasanan. Të dyja janë kirajete të sakta. Kirajete tjetër wa qulu lin-nasi hasanan është kirajeti Hamza dhe Kisai. Të dyja kanë, domethënë, gati se të njëjtin kuptim, mirë po me pak dallime që tregon se njeriu është urdhëruar që tjerëve më fol fjalë të mira, mirë po jo vetëm fjalë të mira, po edhe mënyrën që ju flet me kon fjalë, domethënë mënyra e mirë, stili i mirë i të folurit me të tjerët. Se nganjëherë njeriu mundet për shembull me përdor fjalë të mira, sidomos në raport me prindërit e tij ose me kolegët e tij, fjalë e cila nuk ka në të diçka të keqe për shembull. Mundet me fol mirë, po toni, ashpërsia, domethënë ai mrolja që domethënë të vërejturit e tij në fytyrë, kallëzon domethënë që diçka nuk është mirë. Edhe pse fjala nuk ka diçka të keqe, ndoshta fjala e mirë pse ka thonë me tonë të mirë ose ka thonë me një farë lloj ashpërsie. Pra, wa qulu lin-nasi husna, këtu ka ardhur ajeti kuranor, thonë njerëzve në mënyrë urdhërore. Për këtë arsye disa dietar ka thonë nuk është diçka kjo e mirë, më thon njerëzve fjalë të mira, por është urdhër. Është urdhër, nuk është fjalë, domethënë që është mirë më thon njerëzve fjalë të mira. Mirë, po është urdhër nga Allahu Azza wa Jalla, sepse ka ardhur urdhër këtu në formë urdhërore. Masanej ka ardhur lin-nas, për njerëzit përgjithësi. Se ti kush më thon po mirë në raport me ju besimtar, ç'a më bë? Ka ardhur në formën e përgjithshme. Njerëzit, pa marrë parasysh e besimtar apo jo ju besimtar. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla na dini rastin e Musa dhe Harunit alayhis salam. Kur e ka dërguar te faraoni, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah Azza wa Jall i ka thonë Musait edhe Harunit alayhis salam, kur i ka dërguar te faraoni, çka ka thonë? Faqula lahu qawlan layyina. Thoni atij në fjalë të buta. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mirë që ai ndoshta përkujtohet edhe ka frikë Allahun Azza wa Jall. Pra fjalët e mira nuk janë vetëm në raport me besimtarët, por janë edhe në raport edhe me ju besimtarët, e sidomos kur njeriu është për aty në të cilët bën thirrje, bën davet. Bën thirrje edhe bën davet që shpreson që njerëzit me pranu thirrjen e tij dohet më kujdes me fol fjalë të mira edhe mënyrën më të mirë. Është një ngjarje që mund me marr si shembull ndoshta sira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sira më e mirë dhe sira e sahabëve të tij është sira më e mirë që na mundem me nxjerr aty mësime. Edhe ata në përgjithësi merren me jetën e përditshme, domethënë me një farë lloj daveti, secili në formën e vet, secili me atë përgjithësinë e vet, hoxha, edhe ai i cili punon, domethënë mundet me bëu davetin, thirrjen e tina. Mirë po, shpesh herë njerëzit dinë edhe, domethënë kur i ndodh diçka, kur ai tjetri i flet ndonjë fjalë që ta, domethënë nuk e mësu betina, ndonjë shari, ndonjë ofendim, dinë me reagu keq. Masanej kjo i bën që njerëzit pastaj edhe më largu prej fesë, se mos me marrat vërtet. Kur Allah Azza wa Jalla në ajetin tjetër kuranor thot: "Wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan." Mos polemizoni me ahli kitabin, me thartë e librit, me jehuditë dhe krishterët përveç se në mënyrë më të mirë, sepse njeriu kur është në polemik, din me eskalu situata, din edhe me dal pe vetvetes së tij. Din që ai tjetri kur t'i thon ndonjë fjalë, ky më kthy me një fjalë tjetër, dhe pastaj ai mos me pranu të vërtetë vetëm për shkak të stilit të keq, arrogant, të ashpër që ka kundërpërgjigje atij. Për këtë arsye, domethënë Allah Azza wa Jalla na urdhon që
kur të polemizojmë qoftë edhe me të krishterët, me jehudit, me hebrejt, domethënë në formën më të mirë. Pra, po du me përmend atë ngjarje. Ngjarja është me Musab ibn Umerin, të cilin e pa dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë për më mësu njerëzve fen, po njëkohësisht edhe për më bë davet. Më përgatit situatën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur të vjen me pas edhe më lehtë, po domethënë njerëzit më kanë më të prirë me pasu të vërtetën. Musab ibn Umeri u ardh para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ahlakun e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thirrë njerëzit në islam me butësi. Tregon Esad ibn Zurare, ose treguohet se Esad ibn Zurare e pa pranuar islamin në atë kohë. Bashkë me Musab ibn Umerin, do thonë se një ndur të Musab ibn Umerit radhiyallahu anhum. Dhe pastaj patën dash që me dalën për kabile të ndryshme, për fise të ndryshme, njerëzve miu paraqit fen islame. Kur kanë dëgjuar Saad ibn Muadhi dhe Usaid ibn Hudhairi, për këta dy, dhe këta kanë qenë paria fiset e tyne, Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu dhe Usaid ibn Hudhairi, në atë kohë kanë qenë musliman. Mirë po kanë dëgjuar se këta janë duke përhap davetin e tyne, edhe njerëzit e kanë nisë me pasu islamin, atëherë i ka thonë Saad ibn Muadhi, ka thonë qëra, në Saad ibn Zurare në kam djallë të tezës. Ka thonë, ma mirë shkëtit të aj, dhe faljo edhe ndaloj nga kjo që po bojnë, se po na prishin situatën në Medinë. Edhe Usaid ibn Hudhairi, kur shkan tek mezhlisi ku ishin të bu, do më thonë njerëzit, në mesin e tyne ishe edhe Musab ibn Umeri, edhe Esad ibn Zurare. Kur e papis largë, Esad ibn Zurare, kjo tha është pej Parisë së fiset e tina. Atëherë, ki parasysh këta. Atëherë, si erdh Usaid ibn Hudhairi, me ashpërsi edhe duke u ofendu, duke shoh. Tha, ti, çka je, dhe më thonë, po i mashtroni këta të varfërit, të dobtit, po i mashtroni me këtë fe të re, me këtë ideologji të re, duke i shoh ata të partë tonë, duke i nënçmu të partë tonë, kështu me radhë, me njëherë dhe më thonë, në mënyrë arrogante, Usaid ibn Hudhairi. Mirë po Musab ibn Umeri, dhe më thonë, aje daveti tina, që fjallët e tina të buta, mënyra e butë në davet, ka po që dhe më thonë me njëherë me ndryshu situata tek Usaid ibn Hudhairi. Ka thonë, ullu këtu, ka thonë aje i pajtimi që dhe më thonë ti me ullë këtu, me dëgju, në qohë se për shtatët pëlqen e pranon, në qohë se nuk për shtatët nuk e pranon, nuk është problem. Ka thonë e ke thonë të vërtetën, dhe më thonë, pe aty, dhe më thonë këto fjallë të buta që ka thonë, që në mas pari nuk e ka këthy me ashpërsia dhe me të njëjtin stil, ose me të njëjtin mënyrë, atëherë kanë diku. Edhe thotë masanej ka lezu Kur'an, ka parashtru Islamin, ka pranu Islamin, masanej u shku te Saad ibn Muadhi, kur e ka vërejt Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu, që në atë kohë ka qenë mushrik, pastaj ka thonë se vallahi po kthehet Usaid ibn Hudhairi me një ftyrë tjetër. Dhe ka thonë Usaid ibn Hudhairi, shko dhe ti atje, ndoshta mundesh me ndalu. Dhe pastaj kur ka shkuar në gatit me të njëjtën mënyrë, më thonë për çmuse, ofenduese, mirë po, e njëjta mënyrë prej Musab ibn Umerit radhiyallahu anhu. Dhe edhe aty e pranon Islamin Saad ibn Muadhi. Pra, fjalët e mira, sidomos në davet, kur njeriu e paraqit davetin e tij, thirrjen e tij në mënyrën më të mirë, me fjalët më të mira, edhe metodën e mirë, bëhet sebab që me pranu të tjerët Islamin. Dhe po kthehemi në ajetin kuranor, wa qulu lin nasi husna, do të thonë thunë njerëzve, thamë e përgjithshme është, edhe jo besimtarve, po edhe besimtarve më thonë fjalë të mira. Se sot jemi në një epokë, do të thonë kur njerëzit janë krejt ose një pjesë e njerëzve i bë shumë nervoz. Do të thonë shumë të nxehtë, gjak të nxehtë. Më herë si t'ia thonë një fjalë ose diçka t'ia bësh, do të thonë më një herë reagon. S'kan sabër sot njerëz. Po bëhet në raste të ndryshme bëhet sebab ndonjë ngjarje e thjeshtë komunikacion pak e ka prek kerrën, veturën e ka prek pak edhe ai më herë skalon del edhe bavaki bëhet aty e ka me vetë ndonjë halm edhe bëhet sebab që me mbyt tjetrin ose më rra ose. Masanej duhet me dal me shkutën ndonjë hoxhë se të dikush masanej me pas marrësë ose me pas pajtim mes tyne. Pse? Do të thonë ajo afër ndoshta egoizmi njerëzve, lakmia madhe, dinamika madhe e jetës bën që njerëzit më thonë ma nervoz, ma gjakënzet. Që kjo nuk ka qenë
ma përpara tek, domethënë sidomos para luftës, siç tregon edhe një sociolog, domethënë ai tregoi që për Shqipërinë në kohën e komunizmit. Njerëzit domethënë kanë qenë në gjendje me bo sabër më shumë, edhe pse janë të varfër, janë shumë të varfër, kur në verit, pa edhe na, janë domethënë sidomos periudha 90-ta kur njerëzit u patën përjashtu pe punave, janë shumë të varfër, po i kanë përballuar dhe desene. Sot janë ma gjakënxet. Për këtë arsye, në qoftë se kanë nisë mos bëj disa prej këtyne, domethënë moraleve, atëherë na si musliman, ose kush don me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili do të më pas parasysh edhe domethënë me kultivu këto morale në vetveten e tij. Është e vështirë, për arsye se kemi pas punë me telefonjeri. Për këtë arsye në ajetet e ndryshme kuranore, domethënë përmendet wa a'rid 'anil jahilin. Largojo jahilave, largojo ose kthejo shpinën njerëzve të cilët sillen kundrejt teje me ignorancë. Flet fjalë të këqija, ti nuk ja kthen atij. Për këtë arsye Imam Shafiu ka një vjersë thotë: yuqabiluni as-safihu bi kulli humqi fa aba an yakuna lahu mujiba. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. Thëtë interesante ka këtë farë. Thëtë yuqabiluni as-safih. Min djelihni thëtë përballet me mu me çdo naivitet edhe me çdo domethënë ju mençuri. Me naivitet edhe me ju mençuri. Fa aba an yakuna lahu mujiba. Mi po unë refuzoj që më përgjigj atij. Me të njëjtat fjalë se më përgjithësi më përgjigj. Yazidu safahatën, ai shton naivitetin e tina, shton mendjeletësinë e tina, fa yazidu hilman, ndërsa unë shtoj butësinë, thot Imam Shafiu, ka'udin zadahu al-ihraqu tiba. Sikur se e përgjason me ud. Ud është ajo e cila një lloj druni, e cili ka erë të mirë, nëse ndizet ai, edhe më shumë liron, domethënë erë të mirë. Përdoret në Arabi Saudite, edhe këtu të na ndoshta ka njëherë kur shkon në Arabi, atje edhe shitet me shumë marramense, sepse mlidhet atje në për disa vende të Kambodgjës ose të Tajlandës atje, domethënë edhe është shumë i shtrejt. Domethënë ka Imam Shafiu tregon se sa herë që njerëzit tentojnë me usill me to, ai zon me zbrit në nivelin e tyre, dhe pastaj sigurisht se a'rid 'anil jahilin shkor në ajet kuranor. Kthehemi tash te ajeti kuranor që domethënë jemi duke e trajtuar ajetin kuranor, pra njeriu gjatë jetës së tij në shoqëri duke nejt me njerëz të ndryshëm, atëherë dohet me usill me ta, me fol fjalë të mira, në qoftë se dikush ka pas më të zbehtë edukatën familjare, familja atëherë duhet më mundu mi përvetësu këto morale nëpërmjet sabrit edhe nëpërmjet domethënë ato që quhet mujahadatu nafs, duke e luftu vetveten e tij. Innama al-ilmu bit-ta'allum was-sabru bit-tasabbur wal-hilmu bit-tahallum. Sabri, ka herë disa njerëz nuk janë sabërli. Mirë po qysh me kultivu ose qysh me përvetësu moralin e sabrit, duke her pas here, dikun të kështon, mirë po duke pas parasysh edhe me përpjekjen e vetvetes së tina, me luftimin e vetvetes së tina, edhe kështu dia, edhe kështu ajo far butësia edhe të gjitha, edhe kjo domethënë që njerëzve më fol fjalë të mira. Mirë po, fjalë të mira që jemi të urdhëruar më thon njerëzve, në rand të parë jemi të urdhëruar më thon aty në të cilët na kemi obligim ndaj tyre edhe ata kanë të drejta ndaj neve. E këtu pastaj njerëzit binë provën, sepse ka një herë njeriu del me kon i butë, më thon fjalë të mira kur është në raport me drejtorin, me menaxherin, se tutet se pas përfshirën pe punë. Mirë po kur vjen te shtëpia, te baba te nona më herë e shfaq atë arrogancën e tij. Anën të parë njeriu është obliguar të thon fjalë të mira kujna familjarëve, babas edhe nonës. Pra se sidomos kur janë pleq, kur janë të mushum, baba dhe nona, domethënë ata tash janë sabri pak as milçu, po kanë edhe kohë të lirë, edhe tash mund me kanë edhe të bezdishëm në pyetje të ndryshme. Mund të pyet shpeshherë. Çka bën këtu, ka ke kush thirrën telefon, kush është te dera, kështu më radh pyetje që ndoshta për njeriu në zakonshëm ose për fëmijën mund me kon të bezdishme. Për këtë arsye njeriu është urdhëruar që po pas sabër edhe me fol fjalë të mira, as më thon uf, çka në ajet kuranor në surën Al-Isra.
domethënë qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa la qul lahumā qawlan karīmā. وقضى ربك ka urdhëruar Zoti yot që mos më adhuru të kërkon pas Allahut azza wa jall dhe të sillen e mirë me prindet e juve. Nëse dikon ata të dy ose njërin prej tyre e arrin pleshria ndërsa janë tek ti, atëherë mos i thuaj as uf, wala tanharhuma, as mos i çorta, wa qul lahumā qawlan karīmā, dhe thuaj aty në fjalë të mira. Fjalë të mira, çfarë do të thonë fjalë të mira? Nganjëherë dikush mund të më thonë ndonjë fjalë të mirë, po që shë përmendëm më herët, do të thonë tonin me pas të vrazhd, ose me kon toni kërcënues, ose toni e tina, ose mënyra që e bën, do të thonë sigurisht se tregon se u mërzit për tyne. Do të thonë kjo fjalë qawlan karīmā i përfshin të dyjat. Edhe fjalën e mirë, fjalë e cila nuk ka, do të thonë është e delira, është e pastër, nuk ka sharje, nuk ka fyri aty, nuk ka ofendim, po edhe mënyra që e thua ata. Edhe mënyra çish e thu, sidomos do të thonë në raport me prindërit. Pra këta kanë, na kemi obligim ndaj tyne, po edhe ata kanë të drejta mbi ne. Pra njerëzit e sotëm, do të thonë janë që kur rrinë me shoqëni, kanjëherë dinë me kon shumë të butë, e shumë, sidomos edhe me ata punëdhënësin ose drejtorin se frikohet, ose dëshiron ndoshta më ngrit në karrierë dhe sillet mirë me ta. Kur janë të shtëpia ose të bashkëshortja ose të fëmia, do të thonë më herë janis me ju thon fjalë të këqija ose të rënda, ose më një herë me tregu atë që tregon në farë demoralizimi edhe mërzie të tij prej familjarëve. Po ashtu njerëzit, do të thonë na jemi të urdhëruar me ju thon fjalë të mira edhe ata aty në të cilët i kemi në shtëpi, bashkëshortë në raport, do të thonë me bashkëshortin edhe bashkëshortin në raport me bashkëshortin, dhe kjo është me rëndësi. Na po flasim do të thonë për bashkëshortën që njeriu është urdhëruar me thon fjalë të mira, disa prej grave ankohen për burrat e tyre se thot jam në një martesë që 10 vite, 20 vite, po hala nuk e di se çka po don ai. Është i paqartë. Nuk e di çka po don. A ka qef që to, apo se ka qef që to. Hala s'ku mujt me marr veshët. Asnjëherë s'm ka lëvdu, asnjëherë s'm ka thonë diçka, s'pa ka vlerësuar punën time. Se njerëzit sot ose në përgjithësi, ajo është natyrshmëria e njerëzve që më thonë që më thonë kanë qef me ja vlerësu punën e tyne, po sidomos gruaja. Po edhe në anën tjetër, edhe tek fëmijët, ajo që quhet tërbia keqe, që njerëzit ja u bën fëmijëve të tyne shpesh herë me arrogancë, duke i qortu, duke i fol fjalë të rënda, duke më herë, domethënë duke i shoh i ofendu, edhe kështu ata fëmijë nuk janë gjendje pastaj edhe më përballë me jetën e tyre të përditshme, nuk janë gjendje për dal para musafirët edhe më u ballafaqu me njerëzit e ndryshëm, se baba i tij është ai i cili nëpërmjet fjalëve të mira, fjalëve ofenduesme e ka nënçmu, edhe ka bot për ulën këta, e ka bo edhe vetveten e fëmijëve të tij, domethënë gjithmonë më ndih si fëmijë inferior që domethënë smunët pastaj edhe më përballë me probleme të mëdha. Po edhe në anën tjetër edhe me nxënësit, edhe me kolegët, edhe drejtori ose punëdhënësi ose menaxheri. Ka herë gjejmë disa menaxher, disa drejtar, për shembull, e ka marrë më herë se ka marrë postin, domethënë njeri i cili është domethënë i rrept, i cili nuk bosqesh asnjëherë, i cili don mi pas, që thonë tek na në son ata punonësit e tina, ki as selam se jap, as përshëndetje, as kurgjë. Asnjëherë nuk i thot ndonjë fjalë, megjithëse atë të mirë, domethënë, megjithëse ata janë gjendje babaki edhe me punu jashtë orarit të tyre dhe me sjell kompanisë, për shembull, të ardha të mira, po don me mbajt atë farqëndrimin e tij. Edhe drejtori, edhe të gjithë njerëzit, domethënë, janë të urdhëruar që njerëzit me usill fjalë të mira, mirë, po na po flasëm, domethënë, sidomos për ata vëllezër dhe motra të cilët dëshirojnë me përçu mesazhin e Islamit tek të tjerët, që me përçu në formë më të mirë, mos më vë sebeb që për shkak të ndonjë qëndrimi ose ndonjë fjalë jo të mirë, më vë sebeb që ai tjetri mos më pranoj. Po në anën tjetër, nganjëherë daveti bëhet edhe në mënyrë të heshtur ose edhe me gjëra të tjera. Një hoxhë joni na po tregu një rast. Edhe më mendja që ky rast është
që njeriu ka nevojë me meditu, sidomos për ata të cilët dëshirojnë me bë davet në familjen e tyre. Tha një djalë i ri, tha ish pas udhzu. Edhe kur ka shku në shtëpi, e ka pa që e kanë shu televizionin edhe muzika aty, me i herë, nale këto se është haram, nale ato se është haram. Vazhdimisht do të thonë ndales, unë nuk rri me juve, në mënyrë të vrash duke u folë atyne. Edhe ka pa që nuk pi përgjigjen, bile kjo ka tregu një farë kundër reagimi nga ana tyne. Do të thonë si ata si prej natit e tina, do të thonë të ndezë edhe të dhezë televizionin duke lëshu ato muzikë edhe më shumë. Atëherë shkon tek një hoxh, edhe thotë çështu më ka ndodhur. Ka thonë nëse dëshiron me ndiku tek ata, atëherë përdorim metodën, më parë ti do të më ditë çfarë pozite ki tek familja jote. A ki ti pare në kontën tonë? Më thonë, a ki pare që ti përdojnë me tërhjek, përdojnë mi marë ato pare, po ti s'ke qitë asë një pare në kontën tonë, në atë aspektin figurativ. Dhe më thonë, ti përdojnë, tash disa prej aty në kartave, tash kredi kartave në ashtë ta mundësan, pa sa petë shtim kamat, mi po debit karta nuk ta mundësan ty, dhe më thonë, me marë ma shumë se sa që keshtiti. Dhe më thonë, ti asë një herë, thët, a ju kënë ndihmu në herë në punë të shpis, a kënë ndihmu në herë babës edhe nonës, a i kënë ndihmu në herë me qitë dikon ku kanë kërku për teje. Thëtë jo, për te, dhe më thonë, ti s'pas ke vendosë kur farë pare në gjerologarin tonë, dhe ndërsa nonën tjetër për kërkan pe asën e gjerologarie me tërheq 50.000 euro, 100.000 euro. Thëtë, mas parit i dohet me kalzu vetën tonë, në njërë të heshtur, mas anej, ata më të pranu fjallin tonë. Edhe, thëtë, mendoj mënyrën qysh me ndiku të kata. Atëherë, janis me metodën e vetë, fillimesh kanë, dhe më thonë, im kun ata, më thonë, kam pas një musafir, që ka dasht me ardhë, ka thonë, që një qu kështu me fshi, thëtë jemi qu me fshi, për arsye se përdojnë me në ardhë dhe musafir, përdojnë me fshi venin që me pas pastër. Atëherë thëtë, po, edhe unë që tash jeni ma juve edhe në fshirin edhe pastrimin e vendit. Thë, mashallah, këkur s'na ka një mu, tash qka e gjithë këtë person. Pastaj mas një kohë e thëtë, apo të një me dalë me shku me vizitu migjen, ose me vizitu dikan. Thëtë, mas një herë s'na ka lutë, qka ka ndodhë me këtë njeri. Dhe më thënë, gradualisht, e ka mbush atë farë gjerokontën e ti, gjerologarin e ti, dhe mas një herë, mas një kohë, dhe më thonë, ata vetë ju, ato motrat e ti, që dhe më thonë, kjo pa të folin në mënyrë të ashpër, atë baba dhe nana, dhe më thonë, kanë thonë, masi dhau po ka qef me ne këtu, atëre televizionin ose, dhe më thonë, këto kongët ose këto, dhe më thonë, mos jalëshojnë. Vetë ju, pra, me veprën e ti, njeriu mundet me bë davet. Mirë, po do të me di qysh me bë davet. Se nga një herë, dhe më thonë, me ndonë një metodë, edhe mendon që e ka pozitën e emirit ose udhëhesit. Aty është baba tina, nana tina, ndodh me kon ky djali më i vogël, edhe kur gjë s'ka, as ka pru pare të shtëpia, as s'u ka ndihmu asnjëherë, as nuk i ndihmon në punë të shtëpisë, dhe dëshiron me kon ai i cili urdhëron nesra apo ndalon nga diçka. Duhet me mbush atë far kontën, masanej që më mujt me tërhek, për ndryshe nuk kam më marr fjalët tina parasysh. Domethënë kjo që lidhet edhe me atë far davetin e hishtur, mirë po, njeriu do të më pas parasysh që, domethënë, në përgjithësi edhe kur tjerë na thonë fjalë të këqija, ose na thonë diçka, njeriu më bëj sikurse mos pinin. Nuk është duke dëgju. Ka thonë disa dietare se kur e ka shoh dikon pediatore, nuk më kujtohet a ka qenë Imam Shafiu apo dikush tjetër, ka thonë ai imam kështu, thotë ai e ka vret në zonën e tina që nuk ja kthen. Ka thonë tha diçka. Thonë mos më ka thonë se unë jam çashtu. Mos më ka thonë kështu. Domethënë unë jam çai personi që ky person, se unë nuk jam që i posedoj çato cilësi. Ky person dikon tjetër. Për këtë arsye edhe nuk u merr me ta. Nuk u merr me ta. Lutem Allahun azza wa jalla me na bëj aty në të cilët posedojnë moralin e mirë dhe pastaj bëhet që sebab moral mirë që edhe njerëzit me e pranojnë fen edhe më përhap. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.